2400 litra qëmshtin ka qenë në ndërvizje i mushën plot. Po dome tash janë përgjithësi 2400 litra qëmsht kushtojnë ofër 1000 euro. Qaj pajisje, qaj motor, komplet me ftofse me kredit, dikun 4200-300 euro po bëhet. Gënime kemi shumë të mëdha, sidomos këtë kohë, me thanë, mosh gënyme, me shkak me rryma, me subvencionime, me çdo sende për shtetit, na jemi nuk e di çka do të bëjmë. Problemi ka qenë se na në ora 7 të mbrëmje e kryjm mieljen, edhe deri në ora 8 kam pas gjeneratorin në dhest. Ka ardhur rryma në mënyrë të rregullt 3 fazë, edhe kemi nalë gjeneratorin e kemi çu me rrymë punu. Gjatë natës ka pas probleme të rrymës, është nalë njëna fazë, edhe motori është djeg pajisja e lëndërfrizit, ku jemi qunë me mëngjes, kemi pa djegun motorin, edhe qumshti i shkon prish se gjatë punimit që është mundu motorin me 2 fazë me punu, është nëze edhe ka qarkullu gazi apo, ta shërë nuk e di, duhet me shëme me këta inxhenjerë që e përcaktojnë ata, edhe qumshti është prish 2400 litra qumshti në prish në mëngjes, në ora 5 në mëngjesit. 2400 litra 2400 litra qëmshtin ka qenë në ndërvizje i mushën plot. Po dome tash janë përgjithësi 2400 litra qëmsht kushtojnë ofër 1000 euro. Edhe motori i lëndërfrizit që kam bisedu me disa mjeshtër për marrë me rregullu, nuk rregullohet, po duhet më ndru i ri, komplet, që pajisje qaj motor, komplet me ftofse me kredit, dikun 4200-300 euro po bëhet. Shpenzimet lata po. Ka pas probleme, po jo ashtë të mëdha, ka pas probleme të vogla, po si jetë nuk e di, vitin e kalum ka qenë njëti problem për shembull me hekjen e sigurisë trave, edhe vetëm me 2 fazor me punu, edhe si vjetë ka qenë për 10 ditë ja kanë fillu me nal vetëm 2 fazë. Edhe rryma vjen ashtë ullë si sa është për me qesh ose për me bua umër. 110 është njëna fazë, 140 është njëna fazë, njëna nuk ka heq. Nuk besoj që punon me qëtë kapacitet asë një pajisje në fermë, sidomos të fermë, se na kemi pajisjet shumë mëdha, për shembull, sistemi mieljes nuk funksionon, lëndërfrizi nuk funksionon. Unë i kam edhe solare, që i kam 2 parë solare, ka 5 kW, po ato janë vetëm për ndryqim. Kurse me mashinet do të me punu me generatorë. Në ora 5 në mëngjesit do të me dhe generatorin për me kry mieljen e love. Prapë në ora 5 në mbrëmje deri në ora 7 do të me dhe generatorin, edhe një orë, deri një orë gjysmë do të me dhe lanë generatorin dhesht për shkak me ftof qumshtin. Edhe tani janë shpenzimet paramense se si na vetë do të me punu për shpenzimet tona, për momentin. Po që është dëshpëruese se në këtë kohë me të sjellë probleme me pas me rrymë, edhe me të bo dome, dikon 5-6 euro, dom është shumë, i pas fitim gjatë muajit, atë pore, nështë edhe për gëzimit mundesh me sërën e asin lemon për edhënimit. Po është do të qohëm, sa të mujnë i përbalu, që është mujnë i përbalu. Shgënime kemi shumë të moja, sidomos këtë kohë, me thanë, mosh gënyme, me shkak me rryma, me subvencionime, me çdo sende për shtetit, na jemi, nuk e di çka do të bëjmë.